rëndësishëm ky. Dëgjoni. Nuk jam fort I sigurt që të gjithë e kanë të qartë hartën e Bashkimit Evropian. Me këtë dua të them që në historinë e hartave, Bashkimi Evropian është I vetmi realitet gjeografik e gjeopolitik që ka dy kufi. Zakonisht, çdo subjekt gjeografik e gjeopolitik ka një kufi, kufirin e jashtëm. BE-ja ka dy kufi, një të jashtëm dhe një të brendshëm. Dhe brenda perimetrit të kufirit të brendshëm jemi ne. Kështu që në një farë mënyrë jemi kërthisa e Bashkimit Evropian. Hezitimi për të bashkuar me këtë pjesë është absolutisht një ide jo e mirë. Unë besoj fort që për të gjitha ato arsye të mira është BE-ja që ka nevojë për Ballkanin Perëndimor si pjesë e realitetit të vet, po aq sa kemi nevojë dhe ne për BE-n sigurisht. Po, mendoj që po të shohësh globin dhe ngjarjet e fundit gjeopolitike, mendoj që të gjithë mund ta theksojnë e shohin atë çfarë ju thatë. Është me interes, më kujtohet që kur ndam skenën në Sloveni dikur, ju më folët për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor dhe thatë që ishit tragjikisht optimist për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor. A mund ta heqim fjalën tragjikisht, mund të mbetemi optimist? Jo, na duhet të mbetemi tragjikisht optimist, nëse nuk duam që të kalojmë në vetpëlqim, sepse ky është një moment në kohë kur siç e thash, ndikimi I një drysnie shumë të lartë që vjen prej agresionit rus, po jo vetëm prej agresionit rus, po në përgjithësi nga ndryshimet e mëdha në botë është I tillë që e mban BE-n shumë të përqendruar në këtë aspekt. Nga ana tjetër, sidoqoftë